Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të ardhur pranë jush me çiftin tuaj më të dashur këtu në kanalin Monitor TV. Shumica më kanë shkruar në Instagram, Tiron, pse Luizi edhe Kiara janë kaq shumë të heshtur. Ju po flisni për projekte, ju po flisni për këngë, ju po flisni për emisione. Pse asnjë gjë nuk ndodh nga ana e tyre? Pse asnjë gjë nuk postojnë, nuk përfol Kiara për shtatzani? Pse janë kaq të heshtur në rrjetet sociale? Tani, ju duhet ta kuptoni se si veprohet jeta e VIP-ave. VIP-at nuk është se postojnë shumë në rrjetet sociale nëse nuk kanë akoma një gjë konkrete. Tani jemi gjatë muajit korik. Muaji korik zakonisht njihet si muaji i pushimeve, muaji i qetësisë, muaji i relaksit, muaji i jetesës, le ta themi, sepse njeriu punon gjatë gjithë vitit për të pushuar një muaj. Dhe unë mendoj që Kiara dhe Luizi momentalisht janë duke i dhuruar një qetësi vetes. Kiara ka patur një sezon shumë të ngarkuar, ka qenë moderatore dhe në Fan Club dhe në Portokalli, do me thënë ka qenë një eksperiencë e vështirë për të, se nuk është e lehtë të menaxhosh dy rrugë dhe sidomos në një media siç është Top Channel që do shumë seriozitet, që do shumë kohë, që do shumë momente. Por nga ana tjetër edhe Luizi, ju e dini shumë bukur që punoi 5 këngë, ndër 5 këngët një që e nxori në kuadër të protestave në Shqipëri dhe tjetra këngë që quhet Qelia, një këngë që në fakt ka ngritur pikpyetje shumë të mëdha. Dhe së fundmi kemi arritur të kuptojmë që Luizi do të jetë pjesë edhe e televizionit Top Channel për të nisur emisionin e tij të parë, por të parë edhe në jetën e vet, në televizionin Top Channel. Luizi dhe Kiara do t'jenë shumë aktiv, me patjetër në ditët në vazhdim, duke filluar të postojnë gjërat avash avash. Kjo verë do t'jetë një verë shumë e nxehtë për Luizin, sepse do të ketë angazhime të shumta. Nga informacione që kam unë, Luizi ka shumë mbrëmje ku shqiptarët do të kenë fatin që të kënaqen me Luizin edhe me grupin e tij. Por mbi të gjitha, do me thënë, Kiara siç duket ka diçka për të na treguar. U përfol edhe për një shtatzani të mundshme, nuk ka asnjë gjë të keqe. Unë mendoj që çifti shtatzanin e planifikonte gjatë kohë, të paktën nga bisedat ku Kiara ka folë nëpër intervista, ka treguar që tashmë janë gati, do me thënë nuk është se janë çift i heshtur, por thjesht po i pret një shtator shumë dinamik, një shtator me shumë ngjarje që besoj vetëm Luizi dhe Kiara duhet të marrin energjitë që t'ia dalin përpara. Dhe nëse fëmia do të vinë në jetë, do t'jetë dhurata më e bukur që Zoti do t'ia falë këtij çifti dhe do t'jenë normalisht çifti më i lumtur në tek personazhet publik.